Banorët vlerësojnë ndërhyrje në aksin ura e shtrenjtë Prekal. Banorët e zonës kanë vlerësuar ndërhyrjen e realizuar në aksin rrugor ura e shtrenjtë Prekal, pas dëmtimeve të krijuara në këtë segment. Rregullimi i rrugës së Shembur dhe stabilizimi i zonës kanë bërë të mundur rikthimin e kalueshmërisë dhe rritjen e sigurisë në një prej akseve më të rëndësishme për zonën. E falenderoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt, se ka punuar në rekord në vështërsi motit, në shije, në ftoftë dhe 2 ditë e laborë. Në një kohë rekord, pa u shkut me tonat vështërsi kohët, e përfunoj rrugën saj mënyrë që kështë e pia. E një lumë shqimtar, do më dhani të kanë falënderimi kryetarit bashkisë që i qaj me i herë fontin për të himi e ma, ashtë shpejt, se përsa në i ke rrugë Shembur ishte shumë shkpucet në miren e fshatëve, se kjo ka të rrugë ashtë në lidhë se të në fshatëve dhe të herë. Ne i lumë shëntrat, pa ne ojë shumë se ne e kanë bërë me një cilësi të mirë edhe të shpejtë. Sipas banorëve, ndërhyrja ka shmangur vështirësitë në qarkullim dhe ka garantuar lëvizje më të sigurt për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët. Autoritetet lokale bëjnë me dije se monitorimi i situatës do të vijojë.